nga vargojnë që mua më pengonte për tec përpara, ka qenë pikërisht frika nga dështimi. Domethënë frika mos ndoshta e provoj dhe nuk ja dal, dhe nuk do të arrit dot. Pra besimi i vjetër ishte pikërisht që unë nuk besoja shumë në aftësitë e mia që mund të arrija. I vjetri ishte që unë nuk mund ta bëj dot këtë gjë, më pengon kjo gjë apo Po pse nuk mund ta bëj? Pse beson ti që nuk mund ta bëj? Atëre, refuzimet që unë mund të kem marr ndaj rasteve që unë kam kërkuar, kanë ndikuar këto në subkonsciencën time. Tani, cili është besimi jot i ri? Besimi jot i vjetër është nuk ja dal. Unë nuk ja dal. Ose nuk para ja dal. Unë jam i pamundur, jam i vogël, jam i turpshëm. Cili është besimi jot i ri? Unë mund t'ja dal. Unë ja dal gjithmonë. Mund t'ja dal gjithmonë? Jo mund t'ja dal. Sepse mund t'ja dal, do të thotë që edhe s'ja dal. Okej, qartë. Mund t'ja dal edhe s'ja dal. Është 50-50. Po. Do ja dal. Kur thu, unë ja dal gjithmonë, atëherë i ke dhënë një kuptim tjetër kësaj fjalie që do t'japi një tjetër rezultat. Si është besimi jot? Se thua dot. E di pse se thu dot, se ke atë litari. Çfarë nuk shpreh. Ke s'ja dal. Ndikon edhe çik pjesa e. Të ndikon. Po të ndikoj dhe unë, atë vjetrin e thoje ti kollaj, unë s'ja dal. Besimi jot i vjetër është nuk ja dal. Si është besimi jot i ri? Do ja dal. Jo. E di se do ja dal? Shiko, mos ma bëj me qumësh ftohtë, jo. Është sigur po je porosi, domethënë me 2 sheqer, me qumësh ftohtë. Besimi jot i ri, Joan, është jo do ja dal, po besimi jot i ri është unë ja dal gjithmonë. Unë ja dal gjithmonë. Okej? Faleminderit shumë madje. Thuaj tani, unë ja dal gjithmonë. Unë ja dal gjithmonë. Unë ja dal gjithmonë. Thuaj tani për tidhje, unë ja dal gjithmonë. Unë ja dal për herë. Një dorë të kite për Joani! Yes, sir! Unë ja dal gjithmonë, Joan. Joan, tash unë dua që ti dash nga vetja. Okej? Dil nga ky trup. Dhe ti fusish vetes një besim që nuk e për të harru kur. Të shtar gjua tani? Jam në një moment shumë pa fjallë. I know, për fjallë di ke? Ke 3 fjallë. Unë ja dal gjithmonë. Faleminderit shumë. Ishte vërtet shumë e mrekullueshme gjithçka. Yes. Shumë motivuese dhe realisht djeva një prekje. Sot kam ndjer një prekje të fuqishme. Unë ja dal gjithmonë! Unë ja dal gjithmonë! Unë ja dal gjithmonë! Yes, ja dal. Por nuk do ikër sot. Po mirë ti, po shkusur kanë ta. As ta nuk do ikin. Hajde këtu në mes. Du ta kapësh mikrofonin. Unë ja dal gjithmonë! Ti do që unë them unë ja dal gjithmonë me zë të lartë. Po. Do t'i heqë syzet? Do t'i heqë syzet? Unë ja dal gjithmonë! Differenze pak imaginat Ngrie kokën tënde la Ngrie kokën tënde la